Egzon Pacolli, zyrtari i lartë i LDK-s, i ka publikuar shpenzimet e ministrit në detyrë Elbert Krasniqi. Ajo që shihet në këto të dhëna është për të çuditur, 750 litra naftë dhe 15.000 kilometra i ka bërë Krasniqi. 750 litra naftë, 15.000 kilometra, 20 ditë punë, kaq ka harxuar Elbert Krasniqi vetëm për veturën e tij zyrtare gjatë muajit prill. Me kaq kilometra i bie sikur të ketë shkuar deri në Kanada dhe të jetë kthyer prap. Nëse i ndajmë, del që çdo ditë punë ka bërë 750 kilometra. Nëse e llogarisim me kohë, i bie që Elbert Krasniqi ka kaluar rreth 10 orë në ditët në veturë, këta edhe në naftë vjedhin, ka shkruar Pacolli. Elbert Krasniqi është ministër në detyrë i administrimit të pushtetit lokal. Sikur të punonte për 6 vite me radhë dhe nga ato të ardhurat të mos shpenzonte as edhe një cent, pasuria e një ministri në Kosovë do të rritej për më shumë se 100.000 euro. Për 4 vitet e fundit në qeveri u pasurua edhe ministri i administrimit të pushtetit lokal, Elbert Krasniqi. Sipas raportit krahasues të pasurisë të publikuar nga Lëvizja Fol, Krasniqit nga viti 2020 ju shtuan 32.841 euro në pasurinë e tij, nga 288.000 euro e 42 euro sa deklaroi në vitin 2020. Në fund të mandatit, pasuria e këtij ministri arriti në 320.883 euro, raporton Kiks Kosova.